Prençi, dhe ti besoj e ke shumë të thjesht për ta shpjeguar se çfarë kuptove dje fatkeqësi natyrore kjo pamje apo dora shkatrimtare e njeriut. Andi, Shqipëria është një vend i ekspozuar ndaj fatkeqësive të natyrës, dhe kjo është thënë nga shkencëtarët shqiptar, nga inxhinierët, është nga specialistat e emergjencave civile, me eksperiencë ndër vite në Shqipëri, por fakti është që është prekur me dorë nga shqiptarët, sepse çdo vit përballen me fatkeqësitë e natyrës, në verë me zjarrin, në dimër me përmbytjet, vërshimet e lumeve, e prrejnëve malor, bllokimi nga dëbora etj. Cili është problemi? Fakti që Shqipëria kërcënohet nga të paktën 5-6 fatkeqësi natyrore, përfshi edhe tërmetet që janë me intensitet nga të mesëm deri të lartë, që ai është i parashikueshëm. Të gjitha të tjerat parashikohen nga Instituti i Gjeoshkencës, Energjisë, Ujit dhe Mjedisit. Instituti i Gjeoshkencës, pjesa të paktën e hidrometeorologjisë, është pjesë e Unionit Botëror të Meteorologjisë. Edhe ka një koordinim perfekt dhe një komunikim perfekt në raport me buletinin ditor që ky institut i vend dispozicion qeverisë shqiptare çdo ditë, duke bërë parashikimin e hershëm të fatkeqësisë që pritet të vijë. Por nuk mjafton kjo. Çfarë duhet? Këtë e bën shkenca dhe vend dispozicion të qeverisë, të ekzekutivit shqiptar. Ekzekutivi shqiptar fle gjumë. Këtë buletin nuk e bën të njohur për publikun. Këtë buletin nuk e komunikon në rrugë zyrtare, me email, me të gjitha mjetet e komunikimit, me sistemin vertikal të qeverisjes qendrore dhe asaj vendore, për të marrë masa, për ta parandaluar fatkeqësitë e natyrës. Nëse nuk mundet, për ta minimizuar riskun që vjen nga fatkeqësia e natyrës. Se është ndryshe po të shkosh sot në Durrës dhe ndryshe po të kishin shkuar para 3 ditësh dhe të kishin kryer disa veprime. Pasi është një formulë botërore që qeveritë duhet të shpenzojnë $1 në parandalim për të kursyer $7 në rikuperimin e fatkeqësisë. Pra nëse ti përdor $100 sot për të bllokuar, për të bërë një prit malore, ose një prit të një proj, ke kursyer 700 ke kursyer 700 që shkakton dëmi që do të vërshojë. Dhe nëse kjo bëhet fjalë për një intensitet në një kohë të vogël, se nëse rreshjet do të vazhdojnë e të bien 24 apo 48 apo 72 orë, normalisht dëmi nuk shkon më 7 fishe, 1 me 7, po mund të shkojë edhe 1 me 30. Siç ndodh që një prrua i vogël siç është në Gjirokastër ka prishur me miliona euro investime në rrugicat e qytetit të Gjirokastrës. Dhe kjo nuk është fatkeqësi e natyrës, por është papërgjegjshmëri e drejtuesve të institucioneve për të përquar mesazhin e Institutit të Gjeoshkencës tek qytetarët që të bëjnë kujdes, qoftë edhe për të vendosur 2 thasërore ke porta që të mos i hijë ujë në shtëpi, tek autoritetet e emergjencave civile vendore, të cilat mundët të komunikojnë me qytetarët, qoftë edhe për t'i paralajmëruar që baktit që i keni në stallën, në ulësirën perëndimore të Thirit, t'i çoni në kodrat e ullishteve. Të ti fqinjt, pak informacioni që ka mund, Greqia sjell njoftim edhe zhdima besoj. Sa pa dosha të bëj një krahasim. Ne nuk shkojmë. Jo, Andi, mos shko te Greqia. 2 kompani telefonike. Një dorë larg, mos shko te Greqia. Nga këtu ku jemi ne, një dorë larg. Malizi, 620.000 banor. Ka një sistem perfekt të paralajmërimit hershëm, e cila nëpërmjet stacioneve televizive shtetërore komunikon çdo 24 orë mbi fenomenet e natyrës për qytetarët dhe për autoritetet vendore dhe institucionet qendrore për masat që duhet marrin. Në lajmëron kur pritet të bjerë shiu, kur pritet të bjerë bora. Dhe unë do të bëj një shembull, shumë që të çuditshëm. Në datën 2 janar, është njoftuar nga meteorologjia jonë që do ketë rreshje dhe do ketë dhe ngrica. Dhe vendet ku do ketë ngrica. Në datën 3 janë bërë me 20 aksidente automobilistike në rrugën e Kombit. Me pasojë
5 humbje jetësh njerëzore në Shqipëri. Ka ndodhur mbi 45 aksidente në gjithë Shqipërinë dhe bllokimi i rrugës Elbasan-Librasht 17 orë. Këto i kemi mësuar mas i ka ndodhur. Autoritetet shqiptare, autoriteti rrugor shqiptar, Policia e Shtetit, Agjencia Kombëtare e Mbrojtjes Civile, Ministria e Mbrojtjes që është Ministria e Fushës së Përgjegjësisë për Mbrojtjen Civile të Republikës, nuk ka bërë asnjë komunikim me qytetarët, as me datën 1, as me 2, as me 3, as me 4, as me 5. Vetëm duhet të kenë qenë pushim, se kanë qenë festa zyrtare. Në datën 6, të lutem, nuk ka pushim për Mbrojtjen Civile. Në datën 6, shfaqet Ministri i Mbrojtjes në Lezhë, në Durrës, edhe thot kam 23 forca. Çfarë mund të bëjnë 23 forca me lopat në dorë, me asnjë mjet për të shërbyer për mbytjet. Pra, në këtë kontekst, pasi bëra një retrospektiv të zhvillimeve, unë dal në konkluzionin që nuk kemi bëjmë me një fatkeqësi natyrore të papritur. Është një fatkeqësi natyrore e sinjalizuar nga shërbimi meteorologjik shqiptar, nga IGEOM, Geoshkenca, thuaj si dush, por kemi të bëjmë me abuzimin drejt për drejt, me shpërdorimin e detyrës, mos kryerjen e detyrës, me qëndrimin e pakujdesshëm në detyrë, si dushue. Unë them deri në sabotim të qeverisë shqiptare në raport me përgjegjësinë për parandalimin e fatkeqësive të natyrës dhe minimalisht me zvoglimin e riskut. Rikthehem sërish, shumë faleminderit. Zhvillima, nga pikpamja juridike, konstatohen shkelje ligjore këtu nga institucionet zyrtare apo jo duke parë këtë lloj nivelit përmbytjes? Ka mundësi aty që ndoshta dhe spaku të mund të hapte edhe një çështje te një hetimi kryesisht për një abuzim me X apo me Y vepër? Unë duhet të referohem deklaratës së zotit Rama në 2012, ku ai akuzonte zotin Berisha në atë kohë që nuk është faji i zotit, por është faji i papërgjegjshmërisë së qeverisë së vendit, sepse nuk ishte një kryeminist të bënte projektet e duhura në kohën e duhur, në momentin e duhur për qytetarët. Zoti Rama që në 2013 deri më sot nuk ka bërë asnjë projekt dhe sigurisht që sot nuk kemi vetëm shpërdorim detyre, por kemi edhe një dëm kolosal që i bëhet çdo banorit të çdo qyteti që është prekur nga përmbytjet. Dhe ne si qytetarë do të shtrojmë pikpyetjen, ose më mirë do të shtrojmë pyetjen tek vetja jonë, e të themi në zgjedhjet lokale pse shkojmë? Për të votuar njerëzit përmes partive politike, të cilët kanë një program për zhvillimin e qytetit. Zhvillimi i qytetit nuk nënkupton vetëm ndërtimin e godinave të mëdha ose resorte turistike, por nënkupton pikë së pari kanalizimet. Kanalizimet janë gjëra më e lashtë. Infrastruktura nëntoksore. Nëntoksore që ka ndodhur në kohën e lashtë. Atëherë, nëse ju do shkoni në një muze në vendet të si the Greqinë, do të shikosh në disa muze dhe në disa vende të asaj natyre kanë akoma deri më sot ke kanalizimet, pse është kultura e njeriu, sepse ato ujërat të cilët konsumon një shtëpi, diçka, do të shkojnë diku, ka një drejtim dhe do të shkojnë. Pra, ne nuk e kemi marrë të mirëqen këtë gjë, sepse ne jemi derur në ideja që partia nuk ka faj, sepse është faji i Zotit. Pra ne si shoqëri i themi fajin e ka Zoti, pse ka edhe kaq shumë shi. Dhe Zoti Rama në çdo rast që do dali, sepse kësaj të radhe Zoti Rama kishte vëmendjen tek Ukraina dhe jo tek Shqipëria. Ma kalo pak regjia të në reagimin e Ramës? Ndërsa Zoti Rama duhet kishte marrë jo vetëm iniciativë, por përveç Zotit Rama duhet të, po. Ata lexoj këtu. Kryeministri Rama thot në rrjetin socialex, nuk e kuptoj pse nuk po më fajsojnë akoma mua, thot qeverinë apo qoftë edhe Bashkinë e Durrësit, për rreshjet mbytëse të këtyre ditëve në Itali, Greqi, Maltë, Kroaci e me radhë. Çudi e madhe opozita andej, po të paktën të fajsonin qeveritë e tyre, por hiç asnjë llaf se kuptojnë që aleanca me shiun të çon në fitore. Nuk kupton. Pra, fajin e ka opozita, tubat që u bën atje në Vlorë, fajin e kishte standardet e 2009-s që ishin bërë ashtu siç duhet linja me radhë. Ndërkohë që është investuar 200 milion gjatë këtyre 12 viteve. Bravo. Dhe nuk është dhënë suaj tubi që pasaçan jashtë standardit. Po është dashur të lënë popullin një 5 ditë pa ujë. Pa ujë. Pra, e kupton fajin për Zotin Rama gjithmonë është. Shikoj, kryeministri këtu andallet që të mos e zgjasim tallet. Nuk tallet me Partinë Demokratike, as me opozitën.
tallet me popullin shqiptar. Edhe socialistët që edhe tek socialistët ka shkuar ai uji aty. Se mos i përjashtojnë vetëm. Ai fjalë që thotë jam dje ishte përgjegjës qeveria, sot nuk është. Jo, sot jo. Dje kur ishte në pushtet një parti tjetër, ishte përgjegjësi edhe papërgjegjshmëri e zyrtarëve. Sot nuk është papërgjegjshmëri e Ramës dhe e vasalëve. Ta mendosh që mendoj se këto pamjet janë në Shqipëri, këto pamjet këtu? Nuk besoj janë në Shqipëri. Jo, i ka marrë nga jashtë, nga jashtë, pra e kuptoni, heq vëmendjen, shiko tani me çfarë luan tani. Heq vëmendjen dhe thot, po këtu ndodh në vende të zhvilluara, çfarë kërkoni ju tani, Itali, Greqi? Jo tani ju më kërkoni mua të bëj unë ta kanalizimet në Durrës, e kupton tani? Ndërkohë Durrësi në qeverisje lokale dhe qendrore, Partia Socialiste del e para. Pra ka shpërdorim detyre, kryetari e bashkisë, institucionet përkatëse, patjetër kanë vepra penale, por nuk jam i mendimit që i merr spaku, mirë, se s'do t'i marrë të gjitha spaku, por pjesa e shpërdorimit detyrës tek pjesa urbanistikës dhe ata të cilët nuk dinë të respektojnë rregullat dhe ligjin urbanistik që ka çdo bashki, sigurisht do të merren në shpërdorim detyrën nga prokuroria e zakonshme. Po edhe një herë nuk duhet të heqim nga vëmendja se si zoti Rama tallet, pra në të njëjtën kohë shkon për të bërë bamirësin në Ukrainë, që ne s'kemi lidhje fare me Ukrainën. S'ta intereson fare çfarë bën ata me njëri tjetrin. Ne jemi futur në atë valle sikur ne jemi shpëtimtarët, ne jemi varfanja këtu, s'dim ku do të dalë dita, si të dalë dita. Dhe ai shkon bën bamirësin në Ukrainë, ai shkon në Paris, ai shkon në çdo vend të botës dhe thotë që edhe në ato vende ndodhin këto ngjarje. Si rasti i famshëm që ndodh vazhdimisht, përdhunime ndodhin edhe jashtë shtetit, po mund të ndodhin edhe në Shqipëri. Pra nuk është gjë e denjë të bëhet nga një kryeministër, edhe ai që thotë vazhdimisht burg. Tani jam dakord, të aplikoj burgun ashtu siç thoshte për Bashkinë e Durrësit. Duhet ta bëj tani, sepse ata të cilët janë në Bashkinë e Durrësit, të gjithë sot sipas mendimit të zotit Ramën duhet ishin në burg. Me e qartë. Fali për Durrësin, se ka një provë përmbytja me datën 6 e Velerës në Durrës. Po, Velera. Do të ishte zoti Dako, Akulloria. Ai e ka ndërtuar. Po ka një problem, sepse ai çështja ka kaluar në gjyq. Me sa di unë, është bërë disa seanca gjyqësore dhe ka dhënë garanci ekspertët e Bashkisë Durrësit se kjo kur nuk do të përmbytet. Kur do? Shiko tani çfarë bëhet. Ku është ai? Për shkak të projektit që ata kishin implementuar, një projekt ambicioz që e mbronte nga çdo pikpamje, qoftë edhe nga përmbytjet, qoftë nga fenomenet e natyrës. Dhe sot më shumë edhe Zotin. Sot më shumë se kur ata qytetarë, ata profesorë të cilët marrën guximin dhe të treni e denoncuan, pra ata sot du të kenë të drejtën të drejtohen prapë gjykatës, si thonë ja kush e ka fajin dhe ja çfarë ka ndodhur me. Prinçi, un kam rreth 25 vite që jetoj në Durrës. I njoh mirë qytetin. Në 25 vite që un kam kujtesë jetësore, ka ndodhur përmbytje e kësaj natyre të paktën për Durrësin e ri pranë burgimit. Në janarin e vitit 2024, kjo natyrë, në shtatorin e vitit 2024 dhe sërish në janarin e këtij viti. Kur më përpara zona e Ish-Knedës, Prençi, nuk prekej nga përmbytjet. Prekej pjesa e qytetit, lagja pjesa 16, një pjesë lagja 17, lagja 18, por kur në këtë nivel. Tani ka shumë shira. Do të thënë, na mbyti fare ky shiu këtë herë. Dëgjoj. Se unë mbaj mend çka pas. Jo, ka shumë korrupsion. Nuk e di, jo. Pastaj shfaqi. Në qoftë se do të ma transformoj pyetjen, Prençi le të ma transformoj. Jo, do të transformoj. Do të them ka shumë korrupsion. Sa herë gëlon papërgjegjshmëria dhe abuzimi me fondet publike, qeveritarët thonë ra shi që s'është parë ndonjëherë në 100 vite. Kjo është formula e justifikimit. Në fakt, i gjeumi në buletinin ditor nuk e rëndit datën 5 dhe 6 si ditën me rreshtet më të mëdha. Madje i konsideron në rreshje mesatare në raport me shirat që ka ndodhur në Velera për kur nxori regjim. Por ka një problem për Durrësin. Unë në një studio televizive tjetër,
kam thënë... Më falë, këtë ka bo opozita, nuk është foto e vërtet në duket, sipas zotit Rama. Sipas zotit Rama. Jo, vetëm që është e vërtet, Po, aty ne që jemi nga 1.8 na ka prish shumë kjo inteligjenca artificiale. Po, se na ngatron shumë. Se i modifikon këto. Po, edhe ajo mund të jetë ashtu. Edhe për mbytyjet mund të ketë modifikuar opozita. Keni këtë ju garantoj unë. Rama tallet me ne tallemi me Ramën. Ne du tallemi me Ramën edhe t'i thome po këtë e ka bërë inteligjenca artificiale. Do tallet dy fish me shoku kryeministër. Jo, s'ka problem. Po le tallet, shoku kryeministër. E pes humor me ne? Po. A e pes portalet, televizion të se portalet banaqet kazanët të ngjera. Po, ku i vjen të dera të zgjohet ai. Ne ti themi o shoku kryeministër. Bashkë me atë shoqen Sako e bashkë me shokun Vangjush. Kjo e inteligjencës artificiale apo e inteligjencës socialiste? Korupcioni. Sepse Partia Socialiste ka bërë gjithë këto projekte. Po, partia. Për drejtësinë, për parandalimin e fatkesive natyrore. Tani të shkojmë tek Durrësi. Unë e njoh Durrësin mirë se kam drejtuar 5 vite emergjenca civile. Kur nuk ka ndodhur kjo punë që ka ndodhur në Durrës. Në Shqipëri funksionojnë 22 hidrovor. Nga Shkodra deri në Sarandë. Të gjitha qytetet bregdetare kanë nga 2? Jo nga 2. Kanë më shumë se 2. Për faktin sepse Ulësira Perëndimore ka qenë kanet dhe janë bërë sistemi i kullimit, sistemi i bonifikimit, sistemi i kullimit dhe sistemi i hidrovorëve. Është një sistem zinxhiri që funksionon kanalet e ujrave të larta. Evadimi i thepricave të ujit drejt Bregdetit, ruajtja e një sasie uji për shkak të ekosistemit. Problemi qëndron, unë mbram në një stacion televiziv thash, don't na bind qeveria që është fatkeqësi natyrore dhe nuk është papërgjegjshmëri e zyrtarëve të qeverisë në vertikale, nga ministri i bujqësisë, ministri i infrastrukturës, kryeministri dhe deri ke drejtorët e bordëve të kullimit dhe kryetarët e bashkive, po. Let na jap në televizor regjistrin e kapacitetit punës hidrovoreve në datën 1, 2, 3, 4. Se i gjumi ka thënë që po vinë reshjet. Edhe kur vinë reshjet, edhe ti raportohesh 24 orë përpara, ti du t'i vesh në kapacitete maksimaliste, ose të paktën 70%. Të gjitha pompa ndezur, të thjesht. Po, minimalisht 70%. Nëse hidrovori ka 4 pompa, 3 në punë, 1 pushim. Kur të filloj intensiteti i lartë, kjo bëhet 72 orë përpara, për të evaduar tepricën e ujit që kanë kanalet e ujrave të larta, në mënyrë që kur të vi intensiteti i reshjeve, tjetë ketë rrugë të lirë për të shkuar drejt hidrovorit dhe hidrovorit t'i evadoj drejt. Pra, nuk ka një zyrtar shteti që të dalë dhe të na jap këtë statistikë. Hidrovori i Shkodrës, 2 hidrovorët e Shkodrës, 3 hidrovorët e Shkodrës, 3 të Lezhës, 3 të Durrësit, 2 të Firit, 3 të Vlorës, Sarandës, me çfarë kapaciteti kanë punuar? Sa ujë kanë larguar në njësinë e kohës, në sekond? Cili ka qenë intensiteti i reshjeve? Sa kanë qenë prurjet? Raporti i prurjeve me evadimin? Sa e ka kapacitetin hidrovori 19 milion euro që është investuar në Durrës? Përse nuk ka punu 19 milione, nuk ka punu 0. E dinti që me 19 milion euro mund të bësh 5 hidrovorë? Përse nuk punu? Të fuqishëm. Hidrovori është një sabotim total. E para pse u prish i vjetri. Ti mund të bësh një hidrovorë 3, po të vjetrin pse nxjerr jashtë përdorimit? Pse se riparon dhe të punoj? Pse nuk e riparon dhe të punoj? Sepse hidrovorët s'ka lek. Po ka patur lek, se ka për 19 milion, unë të thash me 19 milion, me 19 milion euro do ndërtoshin 5 hidrovorë të ri. Po, kultura jonë është të vjetë. E dyta, hidrovori i ri është montuar mbi 1 metër bë lartë se sa duhet niveli i montimit dhe nuk futën në punë pompat, po surrit niveli ujit deri atje ku ka shku. Duhet edhe 1 metër plus? Po, kjo është gabimi. Kjo nuk është gabim, kjo është sabotim. Personat që e kanë projektuar, personat që e kanë implementuar projektin, është një lloj si ata personat që hartuan strategjinë e trajtimit të mbetjeve me sistemin e inceneratorëve dhe që s'punuan asnjë ditë dhe shpenzuan 410 milion euro. Pra, a kemi të bëjmë thirrje për prokurorinë e përgjithshme, për SPAK-un,
thirrje për prokuroritë e jurisdiksionit përgjithshëm. Ore nëse nuk është e vërtet sabotimi në investimet në infrastrukturën kritike, hajdeni mora arrestoni Shamsi Prenqi për propagandë. Lese bën statistik pastaj. Ore, po hajdeni mora arrestoni Shamsi Prenqi për propagandë denigruese të qeverisë. Në të kundërtën, shkoni mora arrestoni kush është fajtori për projektimin dhe implementimin e hidrovorit, për sabotimin dhe mos hyrjen në punë, 19 milion euro dhe nuk ka hyrë në punë. Sepse hidrovorët duhet të kenë kapacitetin e thithjes së ujit dhe evadimit drejt detit në nivelin e përmbytjes, po që se ti e vendosë mbi nivelin e kanalit, ai hinë në punë vetëm kur ujit rritet nivelit shkoj të gryka e tubacionit. Pra, fakti që ti ke investuar ka që shumë para, dhe jo vetëm që nuk bën ma punën e hidrovorit vjetër, po nuk hinë në punë fare, në mënyrë kategorike nuk hinë. Pra, shiko, një ndërtimi hidrocentral i hidrovorit të ri, ndërtimi hidrovorit të ri, është imponuar nga bizneset, të cilët kanë dashur të kenë përfitime territori, mos ndotje të mjedisit, mos ndotje të vendeve të punës tyre. Por këtë dakordsi e ka arritur qeveria me këto oligarkët. S'kam ne kundërshtim, nuk kam ne kundërshtim. Po si ka mundësi që Durrësi, që ka në pjesën veri perëndimore të saj, një sistem kodrinor, që përcjell disa prejnë të vegjël, dhe kur mblidhen gjithë së bashku krijon një sasi shumë të madhe uji. Po nuk mund t'u bësh tumbina. Ai kanali është mbyllur. Të lutem, prit do ta shpjegojmë pikpamje teknike. Ky fenomen është bërë edhe një herë, nëse ju kujtohet, në pashkuar në qaf Kashar, ku me projektin me pikturën e Edi Ramës u vendos një trafik ndarse pa ndërprerje në superstradën Tiranë-Durrës. Dhe për rrjedhoj nuk pati tumbina që të përcjellshin sasinë e rreshjeve që vinin nga kodrat e Kasharit. Kasharit të rina, si thua. Jo të rina, si mund të karburant kastrati. Po. Ajo është pjesa më e ulët në nivel deti, pra më ulët në Tiranë, në raport me nivelin e detit, më ulët të Tiranës, që mblidhen gjithë ujrat, jo vetëm të kodrave të Kasharit, po shkojnë edhe ujrat nga Tirana, shkojnë aty, nëpërmjet kanaleve anësore të rrugës të superstradës. Dhe çfarë ndodh? Kur ti nuk ke ndërtuar, nuk ke parashikuar tumbina që të kalojnë ujit nga pjesa e sipërme në pjesën e poshtme, atëherë çfarë do ndodh? Uji do dalë, do të shpërthejë dhe u bloku autostrada. Një maskarad. Unë kam urdhëruar në atë kohë, zbashku me një ish drejtor të rrugëve, që nuk e kishim kokën në vend të mirë, kemi urdhëruar dhe kemi prishur. Unë kam marrë faturë për prishje me skavator të saj trafik ndarse. Sepse e qam në 5 vende për të shpëtuar njerëzit se ishin bllokuar me makinë. Dhe unë kam marrë faturë. E kam thënë bilën në televizion në atë kohë, Shqipëria nuk ka nevojë për piktura, ka nevojë për projekte infrastrukturore funksionale, edhe në pikpamjet parandalimit përmbytjeve, edhe në pikpamjet funksionalitetit si infrastrukturë. Po. Dhe 2 muaj me vonë, mbasi ne e qam, dhe u ban me rjetë. U ban me kangjella hekuri dhe me rjetë, por e bënin evadimin e ujit. Në verën e pas atij viti, u bën 3 tumbina nëntoksore me kapacitete se cila prej tyre 20 m3 ujë në sekond. Pa që do thotë kalonin 60 m3 ujë në sekond. Dhe nuk u përmbyt ma kurrë ai vend. E njëjta gabim po ndodh tani në autostradën që po merr miliona euro dhe nuk i kanë vendosur ato tumbinat. Vetëm një kanë vendosur. Unë i bëj thirrje, mos e bëni autostradën pa i bërë 3. Se intensiteti i rreshjeve, për shkak të ngrohjes globale, mundet që në një ditë të binë edhe 400 mm shi, dhe atëherë nuk t'i kalon një tumbin. E njëjta gjë ka ndodhur me Durrësin. Dhe ju mund thoni që kanë mbyllur një kanal dhe kanë mbyllur edhe kanë hapur një tumbin. Jo, i nderuar. Duhet të parashikohen kapacitetit 3 deri në 4 fisht kapacitetit të evadimit të ujrave, se nëse ti ke një intensitet rreshësh sot
me 60 mm shi, mund të kesh një ditë tjetër me 180. Ajo është... Dhe në këtë pikpamje, të thash që në Durrës janë investuar në këto 12 vite mbi 500 milion euro për sa i përket infrastrukturës së kanaleve, të ujrave të larta, hidrovoreve, të infrastrukturës nëntoksore të kanaleve të ujrave të zeza dhe të ujrave të bardha, dhe është bërë rehabilitimi i rrugës plazhit 3 herë brenda 12 viteve qeverisje, por nuk është funksionale dhe do të përmbytet Durrësi dhe Ish Kaneta gjithmonë. Po, atëre këtu janë. Ky është kanali që është mbyllur. Po. Ky është edhe përmbytje, okay. Hidrovori kryesor. Në faktikisht ky kanal nuk duhet të mbylli, ky duhet të zgjerohej. Është mbyllur nga sipër me beton. Po kjo është gabi. Është mbyllur me beton. Tash ti. Unë jam teknik. Shiko, po prandaj nuk po të marr shumë tani do të bëj një pyetje. Unë do të bëj një krahasim. Amsterdami është komplet në ujë. Po. Dhe ka me 10 edhe 100 kanale, po si ka të mbyllura. I ka me ura, i ka funksionale, po nuk shkakton përmbytje, le ta bëjnë dhe këto të hapur, me ura, me mbikalime, të filloj një model i ri i infrastrukturës së evadimit të ujrave të tepërta për shkak të intensitetit të rresheve. Në të kundërtën, unë edhe ti do t'i shikojmë bashkëqytetarët tanë të përmbytur. Mua të parin, se dhe unë Durrës jetoj. Zhlimat kërkojnë ndjes, por Prençi duke qenë se ka qenë ish drejtuesi i emergjencave civile, një mirë këtë situatë dhe ishin të detyruar të merrnin një mendim. Po thjesht mund të them në çdo paragraf që foli si shtoj fjalën korrupsion dhe shtoj fjalën shpërdorim detyre, që qytetarët shqiptarë që ndodhen në qytetet e përmbytura të kuptojnë dhe të reflektojnë, mjaft i bëhet fresk partia ju ka tradhtuar, se në fund fare në rast se partia do ju donte, në fund fare do vendoste atë që ligje përshikovet emergjencën civile që nuk kupton në shpërblimin nga buxheti i shtetit ndaj dëmit që ju ka shkaktuar dhe jo justifikimi famkeq i zotit Rama duke justifikuar që në vende perëndimore ndodhin këto ngjarje. Në rast se janë edhe në vende perëndimore, aty ka një kuadër legislativ ku ndihmon qytetarët në kuptimin e sigurimit të atyre në sigurimet private vetëm, por edhe shteti është rojtar duke i mbrojtur dhe duke vajtur tek halli i tyre dhe jo duke patur zotin Rama, kryetarin e partisë tyre, duke patur turist në Paris me lekët tona dhe duke lënë në mëshirë të fatit ata të shkretë socialistë që kanë dredhur ders për të ndërtuar shpirtin e tyre, por në fund fare akoma besojnë se partia dhe Edi Rama do të çojnë në dritë, po ju ka çuar në ferr. Mirë, faleminderit Zhlima. Unë kisha dhe detyrim moral sepse logjikisht sken krimi u kam trajtuar gjithmonë çështje drejtësisë dhe çështje të kriminalitetit, por ajo që ndodhi dje në Durrës siç e përmenda në hyrje është realisht një sken krimi. Unë kam detyrim moral ndaj shqiptarëve, ndaj qytetarëve, qytetarëve të vinë në qytetin e Durrësit, aty ku unë dhe jetoj, për të shpërfaqur këtë problematik, për kuptuar që sa ndikon dora e Zotit realisht në rreshtet kur janë intensive dhe sa dëme të mëdha ka shkaktuar dora e njeriut në një qytet i cili me kanale kulluese mbi 2000 vjeçare sot rezulton i përmbytur në këtë lloj, le të themi, Andi, nëse mundem vetëm një fjali për një mesazh. Në 2015 është mbajtur kongresi botëror për mbrojtjen nësë ndajt Japonisë për mbrojtjen e globit nga ngroja globale. Edhe kuadri së ndaj në thonjza shërben si Bibël për orientimin e qeverive për të investuar në infrastrukturën kritike. Dhe çdo qeveri në glob ka detyrimet për të hartuar strategjitë e reja kombëtare për mbrojtjen nga ngroja globale, nga efektet natyrore, thjesht për mbrojtjen civile nga fenomenet e natyrës. Hartimet e planeve kombëtare, strategjia dhe planet kombëtare, planet nivel prefekture dhe nivel bashkish. Shqipëria është më e vonuara. Edhe strategjinë e ka në fazën e konsultimit me publikun. Që nga 2015? Që nga 2015. Edhe këto e ka bërë me insistimin e Bankës Botërore, ekspertët e Bankës Botërore. Problemi qëndron që ne nuk kemi vetëm këto fatkeqësi. Raportet e përvitshme të Universitetit të Bonit të Kombeve të Bashkuara e paralajmërojnë Evropën për një krizë në ardhje
rreth viteve 2030-2050 për krizën e ujit të pishëm. Për shkak të tërheqjes së ujrave të ëmbla, sepse toka funksionon si një sfungjer. Okej. Por a ka menduar qeveria shqiptare të fillojë të investojë në infrastrukturën kritike për të parandaluar këto fenomenet natyrës, por edhe nesër mospasjen e ujit pishëm?